Jemi këtu me parashikimin e datës 20 prill 2026. Kemi një ndikim shumë të mirë sepse kjo fillim javë na jep mundësinë të kuptojmë arsyen dhe momentin çfarë duhet të bëjmë. Është java e vështërsive dhe t'i bëjmë ballë keq interpretimeve dhe gjërave të mëdha. Por çfarë ndodh në këtë ditë dhe ku duhet të bëjmë kujdes? Meqense se kjo ditë është dita që vërtet një javë të mbar ju uroj, të gjithë teleshikuesit që do të na ndjekin, dhe mbarësi në çdo aspekt. Por të mos harrojmë, sepse kemi një periudhë mjaft ndikuese në lidhje me takime, në lidhje me bisedime. Por, kjo është nga ditë më të kërkuar të muajit, sepse planetet e vështërsive, Marsi, Saturni, takohen në bashkëpunim me Dashin në shprehje të pozitive